VMRO DPMN dhe kryeministri Hristijan Mickoski akuzojnë se në rastin mazut për tecën e Gotin është importuar derivat kancerogjen që ka përfunduar në termocentral. Tani për tani nuk ka detaje dhe informacione konfirmuese nga institucionet se çfarë mazuti i palejuar është importuar. Paqartësia e tillë për momentin lë hapësirë për dyshime në opinion se kompania Pucko Petrol e Asmir Jahoskit, i cili është një prej të akuzuarve, ka dëmtuar buxhetin shtetëror në vlerë prej 167.5 milion euro. Nga prokuroria për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit thonë se Jahoski akuzohet vetëm për larje parash, ndërsa Ratko Kapushevski dhe Erxhan Sulkoski, pronar të kompanisë RKM, akuzohen për dorëzimin e dokumenteve të rrejshme dhe mos realizim të obligimeve të dakorduara, me çka e kanë dëmtuar buxhetin shtetëror për 167.5 milion euro. Përndryshe, dyshimet për krim në tender për prokurimin e mazutit u publikuan që në mars 2022 nga ana e IRL. Во суштина, истражувањето почна кога видовме кои компании ги навел Капушевски кога аплицирал и се договарал во 4 очи како негови добавувач. Ги прашавме сите, стануваше збор за реномирани компании како ИНА од Хрватска, УМОВА од Австрија, кои потврдија дека никогаш не соработувале со Ratko Kapuševski, ниту го знаат. Тоа ни отвори нов сомнеш да видиме од кај ќе набави од кај ќе го набави мазутот, со оглед на тоа што ниедна од македонските компании големи кои работат со мазут не се пријавија. Kapushevski dhe kompania e tij RKM kanë përvojë me import të derivatit toksik. Në filmin dokumentar Konspiracion kundër ajrit të IRL, që nuk ka të bëjë me prokurimin e mazutit për tecën e Gotin, u tregua se Kapushevski përpiqej të importonte vaj që mund të përdoret si derivat vetëm për anije që lundrojnë në det të hapur për shkak të ndikimit toksik në ambient. Во два наврати Ratko Kapuševski е фатен каде што увезува, според она ние што го истражувавме и што го потврдивме и со факти и со документи, два пати увезува, тоест еднаш е фатен од македонскиот државен пазарен инспекторат, каде што после испитувањата објавува дека станува збор за токсичен отпад, а не мазут, и затоа му беше одземена после тоа лиценцата за работа со мазут. Herën e dytë, dogana e Kroacisë dhe inspektimi zbuluan sa i përpiqet të importojnë mbeturina toksike. Në rastin mazut për tecën e Gotin, përveç Kapushevskit, Sulkoskit dhe Jahoskit, i dyshuar është edhe ish drejtori i MV-s Vasko Kovacevski, i cili përndiqet në rastin aditiv.